Të nderuar besimtar, vazhdojmë me lejen e Zotit së bashku të flasim për temën më i miri i njerëzimit. Njeriu më i mirë, Muhamedi alayhis salatu wassalam, duke dashur kështu që gjithsecili prej nesh, gjithsecili prej muslimanëve të njihet me të dërguarin e Zotit, me njeriun më të mirë, dhe jetën e tij, veprat e tij ti marrë si shembull në jetën e tij dhe ti praktikoj ato gjatë ditës dhe gjatë natës. U ndalëm në javën e kaluar në udhëtimin madhështor të cilin do ta kryej Muhamedi alayhis salatu wassalam në natën e quajtur nata e Isras dhe Mirajit, ku Muhamedi alayhis salam e vërtetuar kjo ngjarje me Kur'an nga Mekka, nga Qabja e bekuar, do të shkojë në Palestinë, në xhamin Aqsa. E nga aty Muhamedi alayhis salam, pasi i fali 2 rekate me bashkë me pejgamberët e tjerë, do të ngjitet për në qiell, ku në qiellin e parë takon Ademin alayhis salam, babain e njerëzimit. Në të dytin Isain dhe Jahjan, Allah i qoftë i kënaqur me ta. Në qiellin e tretë Jusufi alayhis salam. E kështu me radhë Idrisin, Harunin, Musain alayhis salatu wassalam. Ndërsa në qiellin e 7 do të takoj Muhamedi alayhis salam, babain e njerëzimit, babain e pejgamberëve, Ibrahimin alayhis salatu wassalam, i cili qëndronte i mbështetur në Beitul Ma'mur, që është qabja e melajkeve, ku tha Muhamedi alayhis salam, çdo ditë në këtë qabe futen 70.000 melajke, të cilat bëjnë tawaf e pastaj shpërndahen në qiell dhe në tokë. Mira melajke çdo ditë, nga 70.000 prej tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam së bashku me Xhibrilin alayhi salatu wassalam do të vazhdojnë ngjitjen e tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, ndërkohë thot Muhamedi alayhis salam e pa atë Xhibrilin edhe një herë tjetër. Për herën e dytë, Muhamedi alayhis salatu wassalam po e shikon Xhibrilin alayhis salam të melek kaq madhështor në pamjen e tij të plotë. Një melek dhe një krijesë gjigande prej 600 flatrash, prej 600 krahësh. Fillimisht e pa Muhamedi alayhis salam Xhibrilin në natën që i solli ajetet e para kuranore, dhe tani në këtë ngjitje të madhe po e shikon Muhamedi alayhis salam për herë të dytë, ku inda sidratil muntaha, thot Zot, do ta shohë atë në një vend mbi qiellin e 7, një vend i quajtur Sidratul Muntaha. Është një vend në të cilën përfundon dija e gjitha krijesave. Është një vend në të cilin përfundon dija e krijesave, ku sipër saj mbi të nuk ngjitet më askush, përveç të dashmit tonë, përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tregon pejgamberi alayhis salatu wassalam se në këtë natë, në këtë udhtim, do t'i shoh disa mrekulli. E prej mrekullive ishte që pejgamberi alayhis salam e pa xhennetin dhe e pa xhehenemin. Ju parashitën Muhamedit alayhis salam xhenneti dhe xhehennemi, ku thot Muhamedi alayhis salam, në xhennet i pash 4 lume. 2 prej tyre të cilët ndodhen edhe në tokë, cilët janë ata. Thot Muhamedi alayhis salam, e pa lumin Nil dhe lumin Eufrat. Po si ka mundësi? Allahu e din më së miri. Allahu e din se si ka qenë gjendja e këtyre 2 lumeve për në botën tjetër, dhe se si do t'jetë gjendja e tyre kur ne inshallah na e mundson Zoti t'i shohim atë. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngjitet në këtë shkallë të lartë
e quajtur Sidratul Muntaha, thot Muhamedi alayhis salam, i kam dëgjuar lapsat e melajkeve, të cilat shkruanin ndodhit e asaj që ndodh në tokë. Melajke të cilat shënonin atë çka ndodh në tokë. E në këtë natë të madhe, pejgamberi alayhis salam në Sidratul Muntaha do ta shikoj dhe një pemë, e quajtur pema e Sidrit, një pemë gjigande dhe një pemë madhështore. Kanë ardhur dy hadithe, njëri thotë e ka parë në katin në qiellin e 6, njëri në qiellin e 7. Si kanë bashku këto dy hadithe dietar, kanë thënë që rrënjët e kësaj peme ndodhen katin e 6, ndërsa degët e saj dhe gjethet e saj dhe ato prodhimet e saj ndodhen katin e 7. Aq pemë e madhe dhe aq pemë gjigant. Thot Muhamedi alayhis salam, gjethet e kësaj peme janë thot si veshët e elefantit, shumë të mëdha, ndërsa thot ai fruti i saj, ai prodhimi i saj janë thot mëdha sa mallësia e shtambëve. Sa ato shtambët e mëdha, kaq të mëdha dhe kaq të bukura janë prodhimtaria e kësaj peme. Ndërsa thot ngjyra e kësaj peme ndryshonte. Një herë një ngjyrë, pastaj thot merrte një ngjyrë tjetër, një mrekulli shumë e madhe, një pemë kaq gjigande dhe kaq madhështore. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Sidratul Muntaha së bashku me Xhibrilin alayhis salam do të vazhdojë ngjitja mbi Sidratul Muntaha. Xhibrili alayhis salam dorëzohet Xhibrili alayhis salam duke thënë: o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë deri këtu e kam kufirin që mund të ngjitet. Nëse e bëj thot edhe një hap, atëherë thot digjemi gjithi dhe shkatron. Subhanallah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të bëj më sipër se sa Sidratul Muntaha, ku do të dali Muhamedi alayhis salam përballë Zotit ti, përballë krijuesit ti, përballë Allahu subhanahu wa taala, por duke mos e shikuar atë. Kur e pyetën Muhamedit alayhis salam, a e pe Zotin tënd? Tha, si ta shikoj unë atë, ndërkohë që ai i gjithi është dritë dhe nuhet. Është tregu që Muhamedi alayhis salam kur del para Zotit gjithësisë, i drejtohet atij me këto fjalë të cilat ne i njohim. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Që do të thotë të gjitha përshëndetjet, gjitha adhurimet dhe gjitha mirësitë të takojnë ty, o Zoti im. Ndërkohë Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet duke i thënë: Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja qoftë edhe mbi ty, o pejgamberi im, pra o njeri im që të kam zgjedhë dhe të kam bë pejgamber. Thot Muhamedi alayhis salam: Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Paqja thot qoftë mbi ne, pra mbi mua dhe mbi gjithë robërit e tu të mirë. Ky ishte përshëndetja e parë e Muhamedit alayhis salam me krijuesin e gjithësisë. E tashmë Zoti i gjithësisë, Allahu subhanahu wa taala, në këtë ngritje të lartë që i boni Muhamedit alayhis salam, do t'i japi atij 3 gjëra kryesore. Allahu i lartësuar i jep Muhamedit alayhis salam 3 gjëra kryesore. E para, do t'i jap Zoti i gjithësisë Muhamedit alayhis salam 2 ajete kuranore, të cilat ndodhen në fundin e surës 2 të Kuranit, surës Bekara. 2 ajetet e fundit të surës Bekara, të cilat ndoshta janë të njohura në mesin e besimtarve, ku Allahu i lartësuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, deri në fund të këtyre 2 ajeteve. Ajetet e njohura të surës Al-Baqara, ku thot Muhamedi alayhis salam, këto 2 ajete Allahu subhanahu wa taala i kanë nxjerrë nga një thesar
të cilin e kishte ruajtur, pra, të cilët e kishte vendosur nën arshin e tij. Këto janë dy ajetet e vetme të cilat Zoti i ka shpallë në qiell Muhamedit alayhis salam. I gjithë Kurani, gjitha ajetet e tjera kanë zbritur në tokë. Ajete shumë të vlefshme, për të cilat thot Muhamedi alayhis salam, kush i lexon këto dy ajete para se me flet gjumë, ai thot do të jetë i mbrojtur dhe do t'i mjaftojnë atij. Ajete të cilat flasin kryesisht për besim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Thot Allahu i lartësuar, Allahu i dërguar i thot i besoj asaj që ju shpall prej Zotit tij. Kurani famlar. Gjithashtu thot edhe besimtar, secili thot i ka besu Allahut, i ka besu me lajkët, i ka besu të dërguarve. Dhe thot pastaj Allahu i lartësuar për besimtarët nuk bëjnë dallim mesin e të dërguarve. Pra gjithë të dërguarit janë prej Zotit dhe i beson që kanë ardhur prej Zotit. Disa ajete madhështore. Kjo ishte e para. Allahu i jep Muhamedit alayhis salam dy ajetet e fundit të surës Al-Baqara. E dyta, Allahu subhanahu wa ta'ala do ta urdhëronte Muhamedit alayhis salam dhe umetin e tij që t'i falin 50 namaze brenda ditës dhe natës. 50 namaze ja boni detyrë Allahu i lartësuar Muhamedit alayhi salatu wassalam. Çka do të thot me fal 50 namaze brenda ditës dhe natës? Do të thot që 50 herë thirret ezani brenda ditës dhe natës. 50 herë thirret ikameti brenda ditës dhe natës. 50 herë ti edhe unë duhesh me u fal brenda 24 orëve. A ka mundësi kjo gjë? Vallahi, përderisa Allahu e urdhëroi, do thot që ka mundësi. Sepse në ajetet e surës që Allah Zoti Muhamedi alayhis salam, çfarë thot Zoti? Në ajetin e fundit, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon askën për te mundësive. Allahu po thot, unë e di se sa ka mundësi njeriu, prandaj po i jap 50 namaz. Po të falësh 50 namaze brenda ditës dhe natës, do thot që çdo një gjys ore falsh namaz. Je në shkollë, çdo gjys ore të shkollës tënde ti duhesh me fal namaz. Je në punë, çdo gjys ore në punën tënde duhesh me fal namaz. Je në gjumë, çdo gjys ore duhesh me udhçu, mos gjumë nga gjumi edhe me fal namaz. Kështu Allahu subhanahu wa ta'ala po ja bën detyrë Muhamedit alayhis salam dhe gjithë umetit të tij që t'i fali 50 namaze brenda ditës dhe natës. Dhe e treta, Allahu i lartësuar Muhamedit alayhis salam i tregon atij dhe i premton se Zoti do t'i fali njeriu mëkatet e mëdha të tij për sa kohë që ky njeri nuk i bën shok Zotit. Për sa kohë që njeriu nuk i bën shok Zotit të tij, shpresohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala që Zoti i gjithësisë t'ia falë atij gjunahet dhe një ditë me lejen e Zotit të futet në xhenetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Muhamedi alayhis salam po i merr këto 3 porosit mëdha, po i merr këto 3 dhurata të mëdha nga ana e Zotit i gjithësisë dhe po niset që të zbres. Zbret Muhamedi alayhis salam në Sidratul Muntaha. Pastaj zbret në qiellin e 7 ku e takon Ibrahimin alayhis salam dhe pastaj zbret në qiellin e 6 ku e takon Musain alayhis salatu wassalam. Musa alayhis salam po e pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se me çfarë e urdhëroi Zoti i tij. E Muhamedi alayhis salam po i përgjigjet dhe po i tregon dhuratat që i dha Zoti dhe urdhrin e madh prej 50 namazesh të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala ja boni detyrë ummetit të Muhamedit alayhis salam. Çfarë ndodh më pas? Kjo inshallah me lejen e Zotit do të mbetet për javën e cila do të vi. Po lutim Zotin ton që të na bëjë të vetëdijshëm për urdhëresat e tij, po lutim Zotin ton që të na mundsojë që ne të jemi në rrugën e drejtë, të jemi prej atyre të cilët kemi thënë sami'na wa ata'na o Zot, e ngjova urdhrin tënd,
i ngjova urdhëresat e tua dhe të binda o Zot. Kjo është feja e Zotit. Kjo është ajo të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka kërkuar prej nesh dhe është ajo të cilën Zoti e ka zbrit për ne. Prandaj gjithsecili prej nesh le t'i friksohet Zotit të tij aq sa ai ka mundësi. Allahu na falë dhe na mëshiroft. E lutem Zotin tonë na falë ne prindërit tanë, të afërmit tanë, të gjithë besimtarët dhe besimtarët përveç janë. Lutem Zotin tonë çdo të sëmur Allahu lutuar ta shëroj, ato i cili është mirë në shëndetin e tij, Zoti t'i ruaj shëndetin dhe t'ia zgjasë jetën në punët dhe në fjalët dhe në veprat e hajrit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.